të shqiptarve në Maqedoninë e Veriut, vendin fqi. Duke kërkuar ndjes në emër të shqiptarve, të gjithë shqiptarve të Maqedonisë Veriut dhe qytetarëve të këtij vendi, koalicionit vlen dhe të gjithë deputetëve të tij, Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar të Edi Ramës dhe ministrit të tij, kukull, antishqiptar të brendshëm. Ky akt dëshmon një goditje të rëndë të fqijësisë së mirë me vendin fqi dhe përbën një përpjekje vulgare për të fajsuar fqinjët dhe të tjerët për protestën rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi në 35 vitet e fundit. Me këtë akt, narkodiktatori i Tiranës po sillet në rajon në mënyrë identike me Lukashenkon e Bielorusisë dhe ish diktatorin e Venezuelës, tani në pranga Maduron. Një akt i shëmtuar e garantoj Edi Ramën se dënimi i tij është pa shpëtim, pa kthim. Le t'i mbyll kufit nga të katër anët, por shqiptarët i kanë pre përfundimisht biletën atij.